ekuilibron pushtetet. Kërit në rregull është. Ekuilibron pushtetet. Jo një president që e sulmon qeveri, pra që vohat aty për me sulmon qeveri. Pra nuk asnjë president që vihet në funksion të qeverisë, më thonë. Jo veç. Edhe pavarësisht që është pashmangshme ky konflikti. Na tradicionalisht e kena pasur kushdo që ka qenë president, në fund me qeverinë një cakruar ton kohën atë. Nëse e shef pozitën e presidentit si një mekanizëm shtesë në këtë përpjekjen kundërshtuese të partisë të cilën e përfaqëson ti, ky problemi më. Domthonë, me thonë, na duhet një president që ju thot stop ligjeve, stop emërimeve, stop raportet me fqinjës, siç i kam dëgjuar disa eksponentë të PDK-s, ky është problemi i madh. Cilat ligje ju thotë? Asnjëri nuk mundet me ju dini më mirë se sa unë. Presidenti as nuk mundet me stopu ligjet, pra edhe nëse nuk e nënshkruan një ligji hin fuqi. Jo, e kthen mbrapa. Okej. Europa ti merr 6 muaj kohë. Te pjesa e dialogut është një vendim i gjykatës kushtetuese që qeveria udhëheq këto. Presidenti në sens nuk mundet me qenë dinamik, si më thon qeverisë. Ne kemi qenë të gatshëm për të diskutuar për një figurë konsensuale. Por ne nuk kemi dëgjuar asnjë propozim nga opozita, e cila i ka duke menduar se cili president mund të jetë kundër nesh ose pro atyre. Jo, është me rëndësime, kur kërkohet kompromisi, është mirë me qenë një kandidat një propozim konsensual që është vërtet jashtëzakonshëm. Po du me dëgjuar dhe Arbrecht, në fakt, se kanë qenë dy mundësi që u duk që ka konsensus. Pra para, një pjesëtar i familjes jashari, për shkak PDK-ja është deklaruar që do ta votonte, edhe e keni pas një kandidatë tjetër që ka qenë Vjosa Osmani, e cila ka qenë e gatshme LDK-ja ta votoj. A i kemi ndëgjuar ndonjëherë LDK-n që ka dalë me deklaratë? Është një deklaratë e Lumir Abdixhikut, i cili thotë ne nuk kemi asgjë kundër kandidaturës së Vjosa Osmanit. Ama asnjëherë ai nuk ka premtuar që 15 votat e grupit të tij parlamentar shkojnë si të plota. A keni bërë këtë pyetje? Për jo, sepse ki deklarata publike, madje disa prej deputetëve aty që nuk e kanë mbështet kandidaturën e Vjosa Osmanit. Që unë mendoj që prej këtyne 15 numrave të LDK-s, minimumi 5, bile unë mendoj që janë edhe ma shumë se 5, po minimumi 5 deputet janë që s'do ta kishin votu kandidaturën. Jo, ata e kanë thonë vetë, edhe në për deklarata publike disa për tyre që i kanë pas edhe statuse në për jetet e tyre sociale. Do me thonë, qysh në start, madje shiko kjo mbështetja për Vjosën, është pa edhe në momentin kur na kanë ardhur ato amandamentet e para seancës së presidentes prej Vjosa Osmanit për ndryshime kushtetuese, pra prej 3 deputetëve të vetëvendosjes që kanë dalë me fol, i kemi pas një 2-3 qëndrime të ndryshme. Të LDK-s, më falni. E kemi pas kryetarin e LDK-s që del dhe thot ne e mbështesim dhe i votojmë, ndërkohë ki 2 deputet të tjerë cilë dalin dhe thojnë tërheqeni, mos bëni hajgare, si këto në hajgare këto amandamente. Do me thonë, viç aty i ke pa ti sa ka mbështetje grupi parlamentar për Vjosa Osmanin. Edhe është definitivisht nuk vlen kjo që LDK-ja ka mbështet Vjosën. LDK-ja madje, unë s'kom dëgju që ndonjëherë ata janë deklaru që janë gatshëm ja ofru edhe 15 votat në shkrimet e veta për me e nisa jo nominimin për me u bo kandidate për presidente. Po pse sa keni ofru ju deputete? Jo 30. Ju keni mujt me vendos pra LDK-n para një aktit kryer. Jo, na i kemi ofru. Se nuk e diun çka kishte ndodhur tjetër, përveç situatës që jemi. Po ti ishte Vjosa Osmani dhe Glauku Konjumsa ose dikush tjetër, ju kishit hyrë në një proces që e kishit vendos para përgjegjësit LDK-n. Se kishit thonë na i kemi 30 nënshkrime për Vjosa Osmanin, hajde ne tash edhe ju, se jeni zotu që e votoni. Po, e pikrisht tash unë mendoj kështu. Tash na kemi edhe numrat e Vjosa Osmanit, ju doni me tregu rrethimin politik mbrapa. Është pikrisht tek numrat, sepse si kemi pas numrat. Për presidentin a është dashur mi pas 80 vota. Nëse do t'i kishim pas 80 numra, ne do t'i kishim pas për kandidatin tonë, zotri Konjufcën, apo. Edhe na kemi thonë, mendojmë që zotri Konjufcën këtë rast ka ma shumë mbështetje në